besimtari në fund ditës duhet me pas një fletore e një laps të bukur me pas që shkruan mirë llogaritë vetveten se sot a kam mujt shejtanin apo m'ka mujt. Çdo ditë është potencial për me të mujt e për me mujt i shejtanin. E çdo kush prej neve i ka gjunat e veta, i ka të këqijat e veta, e ka karakterin e vet. Mos shndrohemi në melek, as mos i mojna ligjërat njëri tjetrit na si melek edhe shejtan. Prandaj Imam Ahmedi rahimahullah kur është pyet për veten ka thonë më sinqert ka thonë atë fjalë, ka thonë po ta dinin njerëzit se kush jam unë, pasha Allahun s'm kishin fol. Gjithë na i kena mëkatet tona. Dhe është gabim mi u fol njerëzve se kinse shpesh herë po krijohet një narrativ kur hyptin hutbe i sheti ky meleku ato fol e këta tjerë shejtana. Na nuk guxojna kështu me fol me njerëzit. Duhet me ditë hallin e njerëzve dhe duhet me u zgjat dorën njerëzve me largu prej atij xhehenemit kësaj bote. Zoti na rujt nga xhehenemi i botës tjetër. Walhamdulillahi rabbil alamin.